Kryedemokrati Sali Berisha ka vijuar përplasjen në distancë me ish-deputetin, tashmë aspirant për t'i marrë drejtimin e partisë, Ervin Saliani. Duke ju përgjigjur interesit të ndjekësve të tij në rrjetet sociale, Berisha ju përgjigj edhe kritikëve se pse Ervin Saliani nuk mund të kandidojë për të qenë kryetar i Partisë Demokratike dhe pse është i vetë përjashtuar. Berisha për herë të parë akuzoi Salianin për bashkëpunim me bandat, si në kohën kur ishte në burg, ashtu edhe kur u lirua. Verën e kaloi me Ergysagasin në dreka dhe darka. Në një kohë kur në Ergysagasin e kisha sulmuar me 100 herë si koordinator i karteleve të drogës. Tani, shkoj në Durrës dhe mblodhi, ke mblodhi eksponent Partisë Demokratike që tradhtuan Partinë Demokratike dhe nuk punuan absolutisht asnjë ditë në fushat. Dhe unë ja u thash haptas atyre. Apo që punuan për Partinë Socialiste. Unë i thash, kjo vëllëmtari është jashtë Partisë Demokratike, nuk ka lidhje me Partinë Demokratike. Në Elbasan, sallën ja mbushi Suel Çela. Ktu je i përjashtuar, i thash. Ky është vjekuqe. Me krimin, krimi se mund kur do të parti. Po, më duhet të them, i dashur Alim, se në mënyrë të çuditshme, edhe ky përsërit fatin e Lul Bravës. Pse e përsërit? A mund t'imagjinosh ti që përsërit ka mentor Taulant Ballën? Vazhdon ndërkohë me Taulant Ballën një lloj të kujtohet takimi Lul Bravës me tek Desada me Taulant Ballën. Ju kujtohet apo jo? Pra, çfarë mendon ti se kur doli, prit, në një moment tjetër, kur doli ky Alim? Ky doli në momentin më kritik për Lumi Ballukun, e cila duhet ishte në burg sot. Dhe nisi një lëvizje vetëm për të krijuar zhurmë mediatike. Zhurmë mediatike. Për të sfumuar, shpërqendruar opinionin publik tek Lumi Balluku. E birësuar, nuk e thash kotun, e birësuar. A mund t'imagjinosh ti që një televizion të publikojë në 4 orë 16 lajme për te? Po aty ka gazetarë të ndershëm, të cilët na informonin se vinin direkt nga zyra e Edi Ramës lajmet. Besoj se ti nuk je për një fraksion të tillë. Partia Demokratike ka një statut i dashur. I lejon plotësisht fraksionet. Por kur fraksione me njerëz si Edi Rama, me njerëz të Edi Ramës dhe të llojit Basha nuk mund të ketë. Kjo besoj se jemi dakord këtu. Nuk mund të ketë fraksion në Partinë Demokratike ata të cilët në fushat kanë punuar për Partinë Socialiste, me fakte. Nuk mund të ketë fraksion me ata të cilët mbrojnë interesat e biznesit tyre dhe jo të demokratëve. Partia Demokratike është vetmja parti që kanë statut në fraksionit, por i bindur thjesht se kur Edi Rama s'do mund ta marrë këtë parti. Ai është qesharak. Por përfundoi në fund në krahët e Taulant Ballës, por sigurisht kur të drejton Oltën Bistri dhe Ergy Sagasi s'kapset mos drejtoj Taulant Balla. Ndaj dhe duhet
Ti analizoni më saktë gjërat. Kjo është e vërteta lidhur me pretendimin se ai përfaqëson fraksione. Asnjë demokrat si ishte në Kuks. Ishte në Kuks, shkoi pyet degën e Kuksit. Cilët ishin demokratë të Kuksit? Ishin të gjithë familjarë të një ortaku të tij. Kaq ishin. Dhe të tjerë të sjell nga qeveria nga anë të ndryshme. Nuk ka asnjë mbështetje. Por, natyrisht me mbështetëse Edi Rama se nuk fitojnë kurrë. Hiqe nga mendja. E i menjëhershëm ishte edhe reagimi i Ervin Salianit. Në një postim në rrjetet sociale, Ervin Saliani shprehet se lidhje me bandat ka Berisha, i cili sipas tij është prej 36 vitesh në pushtet. Përgjigje Sali Koltukut. 36 vite në pushtet në kurriz të demokratëve i kanë krijuar mendësinë që kushdo ka detyrim të jetë skllav i tij. Nuk ka asgjë më të vjetër në politikë sesa kur dikush që ka humbur lidhjen me realitetin përpiqet të shpik armiq për të fshehur frikën nga gara. Të më krahasosh me kodo tjetër është mënyra më e lehtë për të shmangur thelbin. Sot problemi nuk janë demokratët që duan fitore, por fakti që një pjesë e leadershipit ka humbur besimin e njerëzve dhe po i trembet çdo zëri ndryshe. Unë nuk kam përfunduar në krahët e askujt. Isha dhe jam i lirë, siç edhe sot po të them ato që të gjithë mendojnë. E përbuzin Sali Koltukun për uzurpimin që i ka bërë Partisë Demokratike, por e shajnë me rënje deg vetëm në tavolina. Nuk kam qenë dhe nuk do të jem kurrë pjesë e pazareve. Kam qenë përballë pushtetit, jo në shërbim të tij, dhe për këtë kam paguar çmim personal. Ata që flasin për fatet të tjerëve duhet të shohin fatin e tyre politik. Një leadership që nuk frymëzon më, që nuk fiton më dhe që i shmanget çdo përballje reale. Kur nuk ke përgjigje për dështimin, shpik histori. Kur nuk ke mbështetje sulmon kodo që ngrihet. Të kuptoj që unë jam problemi yt, sepse me Ramën je ulur këmbë kryq në reforma, je ulur për leje, licenca, koncesione e përfitime. Dile fol për Ermal Beqirin, për lejet e familjarëve të tu në Lalës, në gjysmën e Tiranës, në juga kudo në Shqipëri. Sa për gysrat, pyet fare afër teje si i kanë ndarë pazaret, përfshirë edhe ndërhyrjen te gjykata për dënimin tim. Për Olti Gjokën, që përmend, ti themi disa gjëra. Kur erdhe në burg, nuk erdhe të më takoje mua, por kërkove të takoje këta. Nuk është faji im që edhe këta i kishe gënjyer dhe nuk të dole në takim. Lulzim Bashën e solle e mbajte dhe ta fali partinë. Me mua i ke bërë hesapet gabim. Do të çmondoj ty dhe autokratin e qeverisë. Regjimi Rama Berisha është i përbuzur nga shqiptarët. Dhe me që ke mbështetje, dil në garë, mos u fshi si frikacak. Opa, ty!